Këtë të hënë, gjykata apeli dha vendimin duke lënë në burg Gjon Shkambin, xhaxhai e autorit Elvis Shkambi që vrau gjyqtarin Astrid Kalaj dhe Banush Hoxhaj, punojësi i sigurisë në këtë gjykatë do të mbetet në burg. Nipi 30 vjeçar gjithashtu në paraburgim nuk e ka apeluar vendimin për të kërkuar ndryshim të masës së sigurisë. Jam i keqardhur për atë çka ndodhi, po ta dija do ta kisha parandaluar, mësohet të ketë thënë Gjon Shkambi në gjykatë, duke mohuar të ketë pasur dieni për veprimin që Nipi ishte menduar të bënte. Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 6 tetorit, pasi gjyqtari Kalaja dha vendimi kundër familjes Shkambi. Në këtë moment, 30 vjeçari nxori armën me të cilën ta arritur që ta fuste pas një problem brenda ambienteve të gjykatës dhe qelloi ndaj gjyqtarit dhe ndaj palës kundërshtare Babe Bir, Rakib dhe Elvis Kurtaj, të cilët mbetën të plagosur. Prokuroria e akuzon Gjon Shkambin se kishte dieni vetëm për planin e Nipit të tij ndaj palës kundërshtare në gjyq dhe se kishte rolin e nxitësit të tentativës për të vrarë Babe Bir për mosmarrëveshjet për pronën.